Efektivi i rrugores u dhunua për shkak të detyrës shpallet në kërkim një person në Kukës. Uniformat blu kanë identifikuar dhe shpallur në kërkim një person i cili dyshohet se dhunoi për shkak të detyrës një efektiv policie në Kukës, ndërsa vijojnë hetimet edhe për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë ngjarje. Sipas raportimeve, pak ditë më parë, efektivi i policisë ndaloi disa persona gjatë kohës që ishte në detyrë, ndërsa dio godit nga disa persona. Efektivi i policisë ka bërë kallëzim pranë oficerit të policisë gjyqësore të prokurorisë. Ndërkohë, shërbimet e policisë po kryejnë kontrolle për kapjen e personit të identifikuar nga ana e uniformave blu. Njoftimi i policisë, rreth orës 17, inspektor QD, punonjës i policisë rrugore në DVP Kukës, ka njoftuar se në rrugën për në fshatin Pobreg është konfliktuar fizikisht me disa persona për shkak të detyrës. Punonjësi i policisë aktualisht është duke dhënë kallëzim pranë oficerit të policisë gjyqësore të prokurorisë. Nga veprimet e para është identifikuar njëri prej personave që punonjësi i policisë ka debatuar për shkak të detyrës ditë më parë. Oficerët e policisë gjyqësore të prokurorisë së bashku me grupin hetimor po punojnë për identifikimin dhe të personave të tjerë, zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes. Ndërkohë, shërbimet e policisë po kryejnë kontrolle për kapjen e personit të identifikuar nga ana e policisë.